E gjeta lëkurën e një njeriu dhe u futa brenda saj. Trupi im e mbushi plot. Lëkura ushtri e u shndërrua në formën time të re. Dhëmbët e mi të egër dolën nga goja e njeriut. U ngrita në këmbë, duke ndier muskuj që nuk i njihja. Tash dukesha si njeri. Nuk kishte më asnjë gjurmë të bishës. Një burr kaloi me vrap në rrugë. Unë imitoja lëvizjen e tij, duke u përpjekur të ecja si ai. Ishte hera ime e parë si njeri. Zdia rregulla trafiku. Hapa hapi në rrugë dhe përpak më shtypi një makinë. Një qen më pa, u tërhoqi tmerruar duke lehur. Su shqetësova. Por mënyra si sillej pronari i tij më tërhoqi vëmendjen. Fillova ta imitoja. Arrita në një ndërtesë zyre. Rregullova kravatën dhe hyra brenda. Të gjithë po plotësonin formular intervistash. Mora një stilolaps dhe fillova të shkruaj. Dhe someho. Më pranuan. Pa kohë më vonë u promovova. U bëra se. U martova me një grua të bukur dhe arrita kulmin e jetës. U shpërngula në një vilë të madhe. Vrapova me gëzim bibar. Punëtorët u habitën dhe kuptova që po sillesha çuditshëm. Ndaj u thash të vazhdonin punën. Ditë pas dite, rutina më mërziti. Instinktet e bishës nisën të zgjoheshin. Shikova një foto dreri në mur. Dhe përshtyma më mbushi gojen. Edhe në shtëpi, mishi në tavolinë më çonte në çmenduri. Derisa fëmijët më thanë se më rritë përshtyma pa ndërprerë.